Shpresoj po kaloni mirë në programin Mix Max miq të dashur. Tani dua të flas me mikeshat e këtij programi, ju vajza, sepse unë do të largohem tani për t'ju lënë në shoqërinë e një nga personazhet më me muskuj që ne kemi pasur ndonjëherë të ftuar. I referohemi 25 vjeçarit nga Ferizaj Besim Trena që pak ditë më parë në Budapest ka fituar pikërisht çmimin nën kampion i Evropës në bodybuilding. Dhe më besoni, vajza, ju sugjeroj të keni afër dhe një gotuj, sepse ai nuk është vetëm me muskuj dhe sportist, por është dhe mjaft simpatik. Ndjekim materialin. Kur takon një personazh të tillë, duket sikur ti nuk ke asnjë cop muskuli në trup. E në fakt, kështu është pasi personazhi ynë është në kampioni i Evropës i bodybuildingit Besim Trena nga Ferizaj. Ditë më parë, ai ishte në Budapest dhe ka fituar këtë titull duke përfaqësuar Kosovën. Por se kam pritur dhe çfarë ka ndodhur, ai rrethana të intervistë. Kjo ka qenë një gorë jashtëzakonisht e fortë, jashtëzakonisht e mirë, një organizim i mirë. Kemi udhëtuar mes federatës, kemi qenë 5 garus, unë, Betem Krasniqi, Leon Berisha, ka qenë Egzan Hyseni dhe Denis Zhonka. Unë kam qenë në kategorinë në 100 kg. Aty ka qenë një gorë jashtëzakonisht e fortë sepse konkurrenti im kryesor ka qenë kampion i botës në kampion i botës, ose vendin e tretë në botë ka pas. Ndërsa unë si pjesëmarrës i dytë, mora vendin e dytë. Betem Krasniqi në kategorinë 90 kg, mori vendin e parë. Këto kemi shkuar përmes federatës, natyrisht përmes federatës për përfaqësimin e Republikës së Kosovës, si shtet, e cila na ka pranuar federata ndërkombëtare, e cila quhet WWBF. Por cila është dieta strikte dhe ushqimi që një sportist si ai duhet të mbajë, si dhe një dietë e tij e zakonshme? Natyrisht se po duhet marrë për trupit njeriut. Një sportisti si e ka që e ka, po zakonisht ne stërvitemi gjithë kohën, gjithë vitin për shembull. Dieta, kur fillojmë dietat janë 3 muaj, 4 muaj, 2 muaj, 1 muaj varet nga sportisti si e ka trupin e tij. Gjithë kjo punë vlerësohet në ditën e fundit të garat, që e bën gjatë vitit. Një gabim i vogël mund me kushtu, sidomos në dietë. Faza e fundit me rëndësishme është java fundit, kur bëhet shprozja dhe mbushja. Shprozja do të thonë shkon 2 ditë deri në 3 ditë. Varet pi personit sa ka nevojë me bëj zbrozje. Te na zbrozje në sportista bodybuilding që quhen kur tërë ditën i pim deri në 12 litra ujë dhe konsumojmë vetëm peshk, asgjë tjetër absolut. Dhe peshkën e përdorim në çdo 2 orë, 2 orë e gjys, do 250 gram. Tjetër, pas 3 ditë, këtyre 3 ditë që bojmë zbrozje, ose 2 ditë, fillon mbushja. Mbushja fillon gjitha gjërat, orizin, patatët, ngrën, hiç pa krep. Atëherë na fillon me ndalë edhe uji. 24 orët e fundit, pa dalë mbin, atëherë do të edhe uji ndalë rreth edhe aty vlerësohet. Aty pastaj fillojmë me hangër ushqimet të cilat i kemi ndaluar. Për shembull çokoladat, amalzimet, picat, këto brumet, sepse trupi nuk ka ujë më në trup, nuk ka hiç, ai ata na vetë shkon të ofrojnë trupi, edhe normal vihet nxjerrën. Kur jemi në dietë nuk lejohen as çokoladat, amalzimet, brumet, picat, byrekte, këto gjëra tjera, kështu që tash ju kemi kthy jetës normale. Edhe pse nuk duhet prapë, do të një limit. Sepse bodybuilding na si sportista, bodybuilding hojmë tjetër është qënë, konsumojmë. Ma shumë mish, orez, mish lepri, viçi, peshku. Dietë e zakonshme për një bodybuilding zgjohet mëngjes, shumë herët, në 5, në 6.
si të zgjuan, e foli sabojnë. Pastaj i bëj punën ushqimi për veti, bëj patote, vejtzime, pi një kafe, kardio, ose kur jam jetën e përdeshme, kardio nuk bëj. Rri, pushoj, pastaj gjithë 3 orë veç konservoj, gjërat që i bëjmë faloj i lojnë, kështu na shkojnë dita, pastaj mas dite rrim fitness. Kua e stëvitë gjatë 1 orë, 30 minuta, varet për ushtrimë. Për pushime pauzë që i bën gjatë ushtimit. Po një pauzë zgjat 45 sekonda deri 1 minutë. Çmimi po nuk fituat aq lehtë, unë hera fort që përfaqësova Kosovën ka qenë. Unë personalisht ka qenë hera fort. E dyta i ka qenë më shumë normale për roja, i tregon ai 30 vjeçar, është me Peter Moller, edhe është vend në tretë në botë. Ai ka provoj më shumë, unë më i ri, kështu shkon. Edhe ballë kemi arrit, ka qenë destinacionin në Vjenë. Pastaj prej Vjenit kena udhëtu për Budapest. Fantazia, hoteli ka qenë i mirë, pritja, në aeroport, vojtja, ordhja. Pastaj ushqim mëngjesi, hecë, pastaj darkë ata më ofru. Ka qenë shumë mirë, sidomos neve të Kosovës, si shtet i ri, na kanë respektuar shumë mirë. Na kanë prit jashtëzakonisht mirë. Të cilët që kemi garu në emrin të Republikës së Kosovës e përmendet aty. Republika e Kosovës ka pas gjithka, ka pas Tiranit, Belgjikës, Hollandë, gjithka na përvëll ka pas. Kemi pas flamurin shihen edhe fotot që i kemi postu në Facebook, është flamuri dërmëtori i Kosovës. Atje ka pas shumë femna që kanë konkurru, fitness model, varet tash ka pas fitness model mashkull, fitness model femna, bodybuilding mashkull, bodybuilding femna. Ndonë në kategori, ka me gjatësi, me peshë, me gjëpa. Për më shumë, ai na tregon me shumë dashuri për arritjen e të pasturit një trup të tillë. Duhet me pas motivim, pikë spari motivimi, vullneti, se gjitha vullneti i ban. Nëse shkon pajton anë kënes së na rritë askunet. Tjetër bodybuilding është një ndër sportet më të shtrenjta në botë. Është sport shumë i shtrenjtë, sepse do të investime. Si nosh që për varallë e kështu. Unë në fillim si 18 vjeçar, kam qenë i dobë në peshë. Fillova vetëm hajtë sa kur më ndek bluzat mirë. Mi po hajtë njeri sa ma shumë që shkon, aq ma shumë kërkon. Sa ma shumë që vitan që ma shumë kërkon, edhe kështu, mu bo profesion janë. Se edhe me qenë se kam studiuar tjetër lami, në ekonomi kom dekën e menaxhmentit. Fitnessin e kam, bodybuilding kam si jetë, pa ta së njëtoj. Kështu që së në paramendoj jetën pa bodybuilding. Në familje nuk bëjt, të njashtë e jetën së përdeshme, po shumë do këtë si jashtë normale, sa normal që si jemi të njëjtë si tjertë, jemi jashtë. Pile njerë kam fikër vashim, për jam zhurë, edhe ku më rëndë të. Gjitha në zonë që atë ose të i që registrojnë në mësaj. Të rëgës që shkëm në shtimë, ushqimat, gjitha. Nën kampioni ynë është duke u përgatitur dhe për të shkuar në garën e botës për bodybuilding. Po ku do t'jetë kjo garë dhe a synon fitore? Aty kemi ftesat, për kampionatin bodybuilding botëror. Tash janë edhe pas, domthon s'kan mbetur do më det janë në Sloveni me 23 qershor. Aty do marrim pjesë. Është kampionat botëror, ama është amatores. Vërsa këtu në Budapest që do të marrë në të, janë gara jashtëzakonisht forta botërore. Aty duhet me dha maksimum. Do jam unë edhe tjertë kolegë, dhe me thonë, jemi edhe 4-5 pjesë më është tjerë. Mirë, shpenzimet në i kanë heqër. To time, zakonisht, to time në i kanë heqër. Atjerët na që i bëjmë investimet të në të gjatë vitit, atër alonë s'kemi atë donatorë. Shpresoj që ma shumë, se s'ka që më pësu me ne gjithmonë i njëjtë, gjithmonë shkallë. Zakonisht me përësion, vi për jashtë, 3 kësem. Si reagon ai kur ne e pyesim për frikën e të mbeturit beqar, pasi vajzat nuk guxojnë të dashurojnë një djalë me kaq shumë muskuj, përsëri me qetësi ai tregon. Besoj që kam frikë, pse të kem kohë sa duhesh, e linjët e trupit. Jo. Ja, bodybuilding jo. Fitness modele po,
O fitnessit, po, është okej. Se cila e ka syrin mënyrë se cila shenë ndryshe, për dikan në trup thot i ki 30 vjeç, për dikan fytyrë thot 22-3 vjeç.